Besimtar Bektashin nga I gjithë vendin janë mbledhur në pelegrinazhin e përvitshëm në të qenë Babaroshit Tolles, një vend që prej dekadash mbetet simbol I besimit, përkushtimit dhe traditës shpirtërore. Rrugët drejt të qesë u mbushën me pelegrinë të ardhur nga zona të ndryshme të vendit, por edhe nga diaspora. Të udhëhequr nga besimi dhe dëshira për paqe shpirtërore, ata u drejtuan drejt këtij vendi të shenjtë për të kryer ritualet, për të lutur dhe për të kërkuar mbarësi në jetën e tyre. Besimtarët ndan mesazhe tolerance, dashurie dhe bashkëjetese, vlera që përbëjnë thelbin e kësaj rruge shpirtërore. Kemi ardhur për të kujtuar që shenjtor të madh Babaroshitin, një madhor që e dim që edhe atje ku është sot, është si atë ditë që ka vdek. Si mos gojdanave, a një shenjtor I madh, vim për mërkamë me Babaroshitin gjithmonë, edhe do vim me fëmijë me çka kemi. Patjetër do vim se gjithmonë mërkamë me Babaroshitin është shpëtim për njerëzimin dhe për ne. Kjo është një ditë shumë e shënuar për zonën, po për mua është shumë e rëndësishme, sepse unë sot për sot, që unë jam gjallë, jem njëri më I afërt I Babaroshitit. Kjo është pasuesi I Baba Jasharit nga mosha, janë njëri mas tjetrit. Dhe bile unë ku kam pa, më ka shumë keq që ka hikë në moshë shumë të re, 50 dhe pak vjeç, Babaroshiti. Është njëri pa, ka lënë vepra. Mos ishin këto veprimtari, njerëzit do hallakateshin krejt, do kishin as njofje, as një zjan, dhe ishin kot në këtë botë. Jam shumë I gëzueshëm që ky pelegrinazh filloi të bë për vjet, edhe falenderoj të gjithë ata persona që e ngritën Babaroshitin e Baba Jasharin edhe I punën vendin e vet. Edhe gjithë këtë vend e njëmoft Babaroshiti e Baba Jashari, se për këtë vend që atje ku qenë jezitia I nxorri nga vendi edhe I punën vendin e vet. Figura e Babaroshitit është simbol I drejtësisë, paqes dhe mirësisë. Ka shërbyer në teqen e Martaneshit, edhe për një kohë ka pas edhe teqen e Martaneshit me dekret të kryegjyshit botëror të asaj kohe, edhe teqen e Bllacës, ka administruar të dy teqet. Për figurën e tij flasin ka bë me dhjetra qeramete Martaneshit, kur flasin për figurën e Babaroshitit edhe të Baba Jashar Krenës, ato pleqët e vjetër që kam nis me to në vitet 91-92, kur shkosha në teqe, ato qashin ku përmeçin figurën e këtyre. Kanë qenë simbol, kanë pajtuar shumë gjaqe, kanë pajtuar shumë familje edhe në Martanesh, edhe në Gryk të Madhe, edhe kanë shumë rregullina të se nuk është mi përmend mi thonë sa është momenti. Unë falenderoj të gjithë të njerëz që kanë ardhur sot në këtë ditë bekume. Ky pelegrinazh tashmë I kthyer në një ngjarje të rëndësishme për komunitetin, pasi jo vetëm që ruan dhe përcjell vlera shpirtërore, por edhe forcon lidhjet mes njerëzve, duke bërë Strikçane një pikë referimi për besimin dhe traditën në këtë zonë. Të përkushtuar me kulturën